Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Ditën e sotme apo këtë maraton të gjatë komentimesh të ngjarjeve të showbizit të rrjeteve sociale, do të nisim të komentojmë çifte, do të nisim të komentojmë dashuri dhe do të nisim të komentojmë marrëdhënie që në fakt na kanë lënë në pikpyetje se çfarë po ndodh me ta, si është jeta e tyre, si është përditshmëria e tyre. Do ndaloj të flas për Josefin Markun, Loredana Bratin dhe Don Gjonin. Unë në fakt në një video amatore natën e djeshme fola pak, por sot dua ta elaboroj më shumë si çështje, si temë dhe të tregoj pranë jush çfarë unë lexova në sytë e Loredanës dhe çfarë unë në fakt pash në këtë intervistë. Do të flasim për një marrëdhënie e cila nisi brenda shtëpisë së Big Brotherit me shumë sinqeritet. Tani unë do ta quaja me sinqeritet nga të dy palët, sepse dashuria nuk është e njëanshme, dashuria është e dyanshme, është e dy personazheve, është e dy individëve të cilët e përjetojnë dhe e jetojnë momentin më të bukur në jetën e tyre. Do me thënë, Josefin Marku dhe Loredana Brati janë dy personazhe që brenda shtëpisë së Big Brotherit kanë dhuruar shumë emocion dhe dashuri pranë njëri tjetrit. Por me daljen nga shtëpia e Big Brotherit u tha të paktën nga Monika Lubonja në një emision në Kosovë që Jozi ka qenë pjesë e ditëlindjes së Lorit, por nuk ka hyrë brenda, ka qenë vetëm jashtë ambientit ku Lori përzjodhi që të festonte ditëlindjen. Pas disa ditësh ishte Loredana Brati në Goca dhe Gra, ajo e cila e bëri lajmin buj që mes Lorit edhe mes Jozit marrëdhënia është krisur. Domethënë nuk ekziston marrëdhënie. Tani në anën tjetër kemi dhe Jozin, i cili në podcastin me Gazmend, në podcastin falni të cilin ishte ftuar, Jozi tha që un kam një marrëdhënie me Lori, si punët e gocave më që domethënë i bëjnë situata dra, por në anën tjetër Loredana Brati e hudhi të gjithën këtë thashe themi në tokë. Më pas dolën fjalë edhe për Don Gjonin, që Lori ka një marrëdhënie me Don Gjonin, një afrimitet i papritur, një emocion i papritur, disa video që bën xhiron e rrjetit dhe fatkeqësisht askush nuk foli. Domethënë as Doni, as Lori, që të dy heshtën. Heshtje nga ana e Don Gjonit, heshtje nga ana e Loredana Bratit. Pikpyetja tani nisi të bëhet e madhe tek publiku shqiptar se në thelb çfarë po ndodh me këtë çift, çfarë po ndodh me këtë marrëdhënie, çfarë po ndodh me Lorin. Pse Lori i bën gjërat në këtë formë dhe e ftuar ditën e djeshme tek kolegja jonë e nderuar në Top Channel tek Sidorela Gjoni, Loredana Brati foli për marrëdhënien e saj me Jozin dhe ajo që mua më pëlqeu pafund dhe që gjithmonë e kam thënë dhe nuk më zhgënjen në këtë rast mendimi im, është fakti që Lori edhe njerë tregoi që është një vajzë tepër e edukuar, është një vajzë shumë e emancipuar, sa që foli me fjalët më të bukura për Josefin Markun. Tani, marrëdhënia mes Jozit edhe Lorit dukeshte që ishte e përfunduar, por ajo që unë arrita të kuptoj është se çifti sikur më tregon mua që kanë lënë një portë të hapur, sikur më tregon që kanë një lloj miqësie, le ta themi në thonjza, edhe pse nuk mund t'i thuhet miqësi në thelbë, por kanë një lloj miqësie mes Lorit edhe mes Josefinit. Apo kanë lënë një lloj mirdita në atë mes. Por në anën tjetër kemi dhe Lorin, e cila me një intensitet shumë të lartë po fliste për dashurinë, po fliste për emocionin. Lori tha që me Jozin kam ndërtuar një kalat bukur brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe ai do të mbetet burri im i këtij viti. Do me thënë, në 2025-ën, Lori e mbyllën me Jozin, do me thënë e quan burrin e saj. Nuk e quante një gabim, nuk e quante një dështim, nuk e quante një
një zhgënjim, por e quante një gjë të bukur që në fakt Lorit i ka ndodhur në jetë. Loredanës i ka ndodhur në jetë kjo gjëja e bukur. Dhe kjo ishte një mesazh i mrekullueshëm nga ana e Lorit që është e bukura të ruajmë dashuritë, është e bukura të respektojmë dashuritë dhe dashuritët tona të mos i mbyllim me gjuhën e urrëties, me gjuhën e inatit, një fenomen që në fakt nuk ka ndodhur as te Lori, por as edhe tek Jozi, ëh. Domethënë marrëdhëniet e tyre i kanë mbyllur me shumë dashuri, marrëdhëniet e tyre i kanë mbyllur me shumë emocion, marrëdhëniet e tyre i kanë mbyllur me shumë pasion. Domethënë i kanë mbyllur me ndjesinë e vërtet të qenurit i dashuruar. Dhe pikërisht Loredana Brati është ajo e cila çdo ditë lufton në mënyrë të sinqertë dhe korekte për të qenë në qendër të vëmendjes. Tani nga ana tjetër, nëse flasim për Jozin, Jozi nuk është se ka thënë dhe Jozi gjë për Lorin në për intervista, por ka patur një mini ignorancë të vogël, ndoshta në mënyrën që është shprehur, por që e ka ofenduar jo, por mbrëm Lori i sqaroi gjërat që mes saj dhe Donit nuk ka gjë, edhe pse ishte unaza në gishtin e Lorit. Tani ne mundemi të mendojmë që Loredana dhe Doni kanë qenë në një bashkëpunim që të dy për të krijuar një dinamik, për të krijuar një thashë them të madh në rrjetet sociale. Kjo mbetet për tu parë, por në thelb Loredana Brati është një vajzë e cila bën gjëra të bukura, e cila sjellën gjëra të bukura dhe me këto gjërat e bukura na dhuron një emocion të papar, na dhuron një dashuri të papar. Por deri më tani nuk ka gjë me Don Gjonin, po mos e lejmë që nuk do të ketë gjë, dashurisë asnjëherë nuk i dihet, gjërat një ndryshojnë, por edhe në anën tjetër kemi që me Jozin, siç duket Lori, i ka mbyllur gjërat bukur në jetë dhe nuk ka asnjë lloj armiqësie, urrëtie, inati kundërdrejt një çifti që brenda shtëpisë së Big Brotherit me të vërtet na dhuroi shumë pasion dhe na dhuroi shumë emocion. Unë në fakt të e pash tek ana e Lori, që domethënë i kishte gjëra të qartësuara dhe i kishte gjërat konkrete për të vazhduar përpara, dhe kjo në fakt e bëri Lorin që të jetë më në qendër të vëmendjes. Ne do takohemi sërish së bashku, juve vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të sjellur video të radhës dhe për të sjellur gjithçka që ju dëshironi të dëgjoni.